Bashku për të analizuar zhvillimet të cilat kanë të bëjnë me mënyrën se si po bëhet fushata, çfarë kemi parë deri më tani, a janë të prekshme ofertat për qytetarët, duket si një postulat, po në fakt duhet të jetë kështu dhe ne do ta themi disa herë derisa realisht të shkojmë dhe të ndërgjegjësohemi për ofertën politike, apo jemi sërish tek show. Çfarë po ndodh me Edi Ramën që ka zgjedhur sa Vranozin, sa Kënetën, edhe disa elemente të tjerë nga mënyra se si etiketon meshkujt në Dibër, siç ishte rasti dhe korrigjimi që bëri në Lezhë, dhe tek fushata që po bën tashmë Sali Berisha, sigurisht me koalicionin, dhe sa të prekshme janë premtimet. Çfarë na kanë treguar në fund ditës këto ditë të fushatës zyrtarisht me Agim Baçin, mirëserdhje, faleminderit. Me si që të kam studio dhe Ilir Kalemaj. Kalemaj, mirëserdhje. Tani s'me Baçin se kemi si mik, ne jemi të përjapshëm. Çfarë na tregon kjo fushatë? Unë përmenda disa elemente në hyrje, megjithatë ti ndoshta i ke parë ndryshe. Shiko, bufin e kanë përbashkët, domethënë të dy e kanë vënë në tavolinë. Berisha e bëri me vonesë, mund ta kishte vënë shumë më shpejt për ta relativizuar. Pastaj kanë pas të këmbimin, nuk e marr programin, po more bufin mund të marrë dhe programin. Çështja është që fatkeqësisht qytetarët nuk do kuptojnë asgjë deri në 11 maj se çfarë premtojnë partitë. Ky është interesi i parë i Edi Ramës, i cili domethënë çfarë do thotë pas 12 vjetësh. Po të premtoj diçka sot, i bie që se ka bërë, konfirmon që se ka bërë këto 12 vjet apo jo. Po kishim analizë para programit, kishim një analizë hipotetike, hipotetike që është në 2030, madje srokas të mandatin për cilën bën zgjedhjet. Pra është për te këtij mandati. Thjesht fare, po ta përkthejmë, i thotë qytetarëve mos më kërkoni llogari se nuk do ju jap. Atë që ka bërë këto 12 vjet. Domethënë, se ku hyn këtu pastaj Ilir Vrenozi, Bufi, Kneta, Çyryku, dhe ndërkohë që qytetarët këtu kanë hallin, domethënë, a do rrin as do rrin këtu, a do e vazhdojnë apo do e vazhdojnë jetën këtu, a do t'i flasin fëmijëve që ta vazhdojnë jetën këtu. Unë kam gjithë domethënë që them që ka ndodhur një nga gjërat më të trishta që mund të ndodhi shoqërisë shqiptare, që përveç se situatës ekonomike, është kryer ideja që po t'jesh i ndershëm, po t'jesh i drejtë është e kotë. Je paft. Dhe imagjino çfarë energjie do ta riktheshte. Nuk ka ekonomi, nuk ka bank, nuk ka kredi që të rikthejë besimin, dhe kjo është ajo që kemi humbur më shumë se çdo gjë tjetër. Nëse ti krijon idenë që po t'jesh i ndershëm është e kotë, nëse ti krijon idenë që po t'jesh i drejtë, domethënë po të bësh gjën e duhur, po të zbatosh ligjin është e kotë, atëherë ti ke humbur më shumë se sa ekonomi. Ke varfruar të ardhmen, pra ke shëmbur atë të cilën ti do vite, do energji, do shoqëri që ta ndërtosh. Dhe në fatkeqësisht kryeministri e shikon këtë lloj spektakli sepse nuk i kërkon askush llogari, as brenda Partisë Socialiste, as ke qytetarët që takon. Në krahun tjetër ke Berishën, i cili po e maksimizon gjithë këtë? Jo, u mundua ta tërheq Ramën tek debati, por nuk, domethënë kjo është një mangësi shumë e madhe, se ka qenë 2019 Rama, domethënë justifikohet me idenë që nuk i duhet debati sepse thotë dhe një fjali që s'ka kuptim, që thotë mund kanë zgjedhur qytetarët, po kundërshtarin kush e ka zgjedhur? Domethënë, janë, po pra, domethënë në raportin e bullizmit, nuk është kryeministri i Partisë Socialiste, është kryeministri i Shqipërisë, pra normalisht që domethënë do respektojë ata të cilët nuk e votojnë në Paris. Po ai nuk respekton Partisën Socialiste, jo më të respektojë ata që nuk e votojnë. Në këtë pikë, duke qenë se nuk e kemi parë dhe ky kuvend që domethënë ky sesion parlamentar që u mbyll ishte nga më tipikët në këtë që mbaj mend unë që nga 91-shi që nuk kam parë ndonjëherë kryeministin që të refuzojë domethënë të shkojë në parlament me dhënë llogari, të refuzojë çdo lloj komisioni që do ta hetojë, të refuzojë gjithçka, domethënë dhe parlamenti mos i kërkojë asnjë llogari. Dhe jemi këtu ke kjo pikë e spektaklit, sepse kjo që ndodh sot është pasojë. Ai mendon që do ta shtyjmë në spektakël. Pse? Sepse spektakli i bën njerëzit që mos mendojnë, po të mbijetojnë. Ndërkohë, domethënë Berisha e ka shumë vështirë, ka kaluar në premtime, domethënë ekstreme, ndoshta për të joshur me këtë raportin ose për të kthyer syt nga ideja që kryeministri pikërisht ka dështuar në ekonomi. Por, domethënë, handikapi i tij janë disa gjëra që kanë bën me ekipin e 12 vite më parë, ka të bëjë me premtimet njësoj si 12 vite më parë, ka të bëjë me atë të shkuar që atë në kapë, domethënë që ndodhi që një njeri s'ka ndodhur që një njeri që bën PR-in typin podium siç ndodh me Laci Vitan, sepse i duhet të tregojë marrëdhënien me SBA-n, kështu që jemi në një pikë shumë të errët të raportit se domethënë qytetari është i humbur në fund fare.
në këtë pikë. E gjitha kjo, ka gjasa që ndoshta ndryshoj pak të rregullat politike ose zhvillime që ne kemi parë tek dy partitë e mëdha, meqense ka disa risi, mënyra se si hyhet në këto zgjedhje, vota e emigrantëve, partitë e reja jo të vogla, një reagim për shkak të situatës që mund të vijë nga ato që votojnë socialistët, apo ne do të notojmë në të njëjtat ujëra, pavarësisht se me buf, me çfarë shprehje përdor kryeministri, me tepsi, me foto bardhëzi, se s'është histori e tanishme, me tallavaçe i thon disa. Unë duhet të bëj një parantezë, por shkoj më larg se pardije, në fakt një statistikë që tregonte që sot ka 22.000 lindje. 22.500, ndërkohë që ka pas 24.000 para 10 vjetësh, dhe ndërkohë që pas 10 vjetësh, si pas projekcioneve, do ketë 11.000. Pra ti të mbas është 3/4 atë lindjeve, si rezultat i emigracionit, vendi i parë në botë, përsa i përket emigracionit, 1.2 për grua, është një bomba demografike më të mëdha që mund të ketë ndodhur një vendi në kohë paqe në histori moderne. Pra kjo nuk ka asnjë lloj egzagerim, kjo që po them bazuar në numrin e popullsisë. Dhe natyrisht, ky duhet ishte debati themeltar, ky duhet ishte debati politik, ky duhet ishte debati për pasojat ekonomike. Pra ne flasim sot që kemi një deficit për gati 1 miliard euro në skemën e pensioneve. Sa do shkoj ky deficit pas 10 vjetëve? Sa do shkoj ky pas 30 viteve? Cila është ekonomia produse që ka Shqipëria? Sa është niveli i eksporteve tona? Ne kemi 1 euro që po fiton çdo ditë leku që po fiton terren, pra mbi çmimi i lekut, ndaj euros, ndërkohë që ne nuk eksportojmë dhe kanë në eksportet. Pra, në një farë mënyrë hedhin poshtë çdo lloj teorie ekonomike. Dhe kjo ndodh si rezultat i kthimit të Tiranës, po dhe të gjithë Shqipërisë, në një lavatriçe të madhe të pastrimit parave. Pra kjo është ditë për diell dhe këte kanë denoncuar media ndërkombëtare, në fakt The Guardian kishte një artikull për këtë para disa muajsh. Ndërkohë, madje dhe zonja e parë, pra, ose më saktë, bashkëshortja e kryeministit, një raport për PNUD-in ka evidentuar që pastrohen në Tiranë 2 miliard euro. Nuk besoj që bashkëshortja ka lexuar apo jo raportin. Kështu që në këtë sens ka aq gjëra themeltare dhe vim te qeveria apo te Partia Socialiste që është në garë për mandatin e 4. Siç e kam thënë edhe tjetër, pa bilanc, pa program. Kopjoj rëndom disa teza të programit dhe këtu është e vetmja pikë që zbjet dakord me zotin Baxhi, sepse nëse te pikpamja stilistikore fushatës, gjithmonë Rama ka qenë një hapara dhe natyrisht janë të gjitha tezat të marra të kopjuara rëndom nga politika amerikane, pra kjo e kënetës e ka përdor Trumpin 2016, e ka përdor prapë 2020, dhe në zjetë e fundit, në ana tjetër Berisha me Shqipëri madhështore, në ana tjetër ky Agron Sheaj me tezat e maskut për shkurtim të administratës publike e tjere. Por, në qoftë se te stilistika, do me dhe gjithmonë Partia Socialiste Rama vet i ka luajtur fort me estetikën politike dhe në zjetë e kaluara, të çështja e programit, jo që s'ka pasur absolutisht asnjë program në 3 zjetë e fundit, po Partia Demokratike edhe në 2021, për vërtetës, edhe tani ka një program të mirë, ka një program të konsoliduar, ka një program që i përgjigjet kërkesave të elektoratit. Sa veta e lexojmë programin dhe pse nuk përqendrohet debati mbi programin. Ky është interesi i Ramës, pa e thashë, nuk do të bëhet debat ekonomik. Sepse Rama i fshihet debatit, sepse Rama nuk pranon debat, sepse Rama etiketon në mënyrë fyese bufi dhe këneta, sepse mënyra që ka zgjedhur nëpërmjet Allavas anashkalon çdo lloj përmbajtje dhe çdo lloj debati qendror në lidhje me ato që janë çështjet e nxehta si këto që përmenda, dhe kush do të jetë përgjigjja e politikave publike në lidhje me këto gjëra që shqetësojnë elektoratin, dhe për këtë gjë, për fatkeqësinë tonë në radhë të parë, debati nuk është i përqendruar te programi, por debati është i përqendruar në fakt te retorika e Ramës. Dhe nuk është vetëm Partia Demokratike që ka program, unë i kam ndjekur edhe forcat e reja politike, ka bërë Basha, ka bërë Lapaj. Absolutisht, edhe Adriatik Lapaj me Shqipëria bëhet, kanë programe. Dhe hajde të diskutojmë me meritat e këtyre programeve, kush është programi që i përgjigjet më mirë në mënyrë adeguate kërkesave që ka Shqipëria, apo jo. Por është elefanti në dom, pra Partia Socialiste, e cila nuk ka program, e cila nuk intereson programi, të cilës i intereson tallavaja, të cilit i intereson malavita, dhe në këtë mënyrë shpreson që të fitojë zgjedhjet edhe një herë, siç i ka fituar nëpërmjet ushtrisë patronazhiste, nëpërmjet fondeve të rindërtimit, nëpërmjet përdorimit të administratës publike, nëpërmjet përdorimit të malavitës, nëpërmjet formave dhe mënyrave të cilat dhe solid në numër. Po shikoj, nuk është çështje, unë mendoj që nuk është aq solid Aida Pis vërtetë, se po të ishte kaq solid, e para nuk do kishte në rënje euforie kryeministi që para disa muajve fliste për 84, ka folur për 94, pastaj ka folur për 100, domethënë në rrethet ngushta kishte thënë 104 mandate. Ato kalimi solid është se krijoni vetëm me numra qeverinë. Sot zoti Rama ka thënë 77 plus, Vendi Klosi ka thënë 74. Do me thënë, sondazhet, gjitha sondazhet, se tani do i referohemi, nuk nxjerr asnjëra që
Partia Socialiste marri më shumë se 69-70 mandate, do me thënë si force vetme politike, pastaj sa do marri në përmjet patericave të saj elektorale, e tjerë për të kryuar qeverin, apo edhe në përmjet blerjeve si të Pazari Roskovecit pas zgjedhjeve, kjo është çështje tjetër që ne do kemi mundësi ta diskutojmë. Po asnjë sondazh i besueshëm që unë kam parë, nuk e nxjerr Partia Socialiste më shumë se 69 mandate, themi, gjë që është e pamjaftueshme për të kryer qeverinë. Shikoni çfarë po ndodh në Kosovë me Albin Kurtin. Edhe ai kishte një mandat shumë të fortë, madje nuk kishte rënje, po kishte rritje në krahasim me zgjedhjet kaluar në numër të përgjithshëm votuesish, dhe kur vjen puna nuk po krijon dot qeverinë, pse? Se nuk po gjen dot ato 3 votat që mendohet tani të jetë në tratativa finale me Fatmir Limajin për të krijuar pikërisht bashkë me minoritetet jo serbe, një qeveri deri diku të qëndrueshme, se prapë do jetë vetëm me një deputet në mazhorancë, nuk kanë zgjedhur dot kuvendin nga dështuar dyer konstituimi i kuvendit. Zoti Rama tani çfarë mund të bëjë nëse do ketë një mandat me pak se 70 vota? Ka legjitimitet të qeverisi? Në që se votohet, sepse gjithë partitë e tjera kanë dalë me platformën anti-Ram. Po jo të gjitha, tani ka gjasa ndoshta. Ndoshta, vetëm Doshi s'ka platformë anti-Ram. Dhe ai mund tjetë që mund ta shpëtojë, domethënë këtë gjë, por shiko, kur thash Berisha me programin, do të thotë që nuk është se i mungon PD-s programi, e ka pas në 2021, e ka tani. Nuk është se i mungon Agron-Shehit programi, nuk është se i mungon Bashës programi. Madje kanë programe të djatha, dhe Agron-Shehi ka program të djathtë. Diku bashkohet edhe Shehaj, edhe Basha, edhe Lapaj. Edhe Libej me Shehin. Edhe Libej me Shehin. Bashkohen ke një qeveri e vogël, ke taksa më të vogla, domethënë, por kur themi taks më e vogël dhe premtime ekstreme, domethënë ka diçka që sepse këtu ngatrohet tjetër të shkencët politike. Këtu deputetët premtojnë që do ndryshojnë ekonominë, nuk premtojnë që do të mbështesin një shtet të drejtës, do i kërkojnë llogari qeverisë, do ndryshojnë ligj, do bëjnë ligje më të mira. Tani shkon deputeti nuk mund premtojë do fus kaq vende pune, do bëj rrugën, do bëj. Domethënë, ne jemi ke ky absurd. Prandaj them që, domethënë, ne jemi në një debat absurd. Ne deputetin e kemi ngatruar me drejtorë drejtorie, domethënë me këta, ore, do shkojmë te politika apo jo. Domethënë, dhe unë e kuptoj hallin e madh Berishës që ka në këtë pikë, dhe fatkeqësisht nevoja e kësaj shoqërie për rotacion nuk po plotësohet nga kjo lloj fushate, domethënë, dhe për shkak se ja ka leju media, ja ka leju shoqëria Ramës që të bëj këtë lloj spektakli, se në çdo shoqëri, nëse ti kërkon llogari kryeministit, nuk bën këtë lloj tallavaje që dali dhe të bëj më të rëndësishëm se Korçën Ilir Vrenozin ose debatin atje, të bëj më të rëndësishëm, domethënë debatin janë apo janë burrat mirë në Dibër apo në qytete të tjera. Po me logjikë normale duhet të ndeshkojmë me votë, nëse bëjmë këtë. Shiko, jo vetëm me votë, shiko Xhimin, legitimiteti i qeverisës nuk matet një herë në 4 vjet, se ky është një gabim shumë i madh. Mund të shmendet kryeministi në vitin e dytë, domethënë çfarë do bëjmë? Do presim 4 vjet ta ndryshojmë. Nëse bëjmë as pas 4 vite, qeveria zgjidhet, domethënë një mazhorancë zgjidhet një herë në 4 vjet nëse s'ka zgjedhjet parakosh. Por legitimiteti i qeverisës matet çdo ditë, matet në çdo kohë, dhe këtë them unë që mungojnë mekanizmat këtu për ta rregulluar çdo kohë. Po kush duhet ta kërkojë llogarinë? Media ka bërë rolinë e saj. Kush duhet e ka bër, por në momentin që media nuk reagon kur ai thot Kazan dhe prapë vazhdon të ketë, domethënë, një pjesë nuk e refuzon, siç ndodh në gjithë botën. E di çfarë ndodh në refuzoi Netanyahu një herë ti përgjigjë një gazetari, 30 gazetari bën të njëjtën pyetje që i bëri kolegu derisa ti përgjigjej. Pra e bëjmë ne këtë, domethënë me përballë, sepse ne kemi përgjegjësi, ne si domethënë si opinionist, si analist, si pjesë e medias, kemi përgjegjësi publike nëse kryeministri nuk jep asnjë llogari. Dhe ne dim shumë mirë që dy janë shinat që marrin demokracia, nëse jep llogari dhe nëse marrin përgjegjësi. Nëse kryeministri jon ka 12 vjet, as nuk jep llogari, as nuk marrin përgjegjësi, atëherë nuk po flasim për demokraci apo jo. Dhe kështu që është normale që të jetë më i rëndësishëm, domethënë, ajo pjesa e errët mbrapa që bën vota sesa qeverisja normale. Domethënë, në këtë pikë unë them që kemi dështuar ne si shoqëri për të kërkuar llogari dhe ai prandaj mund ta llavah. Prandaj bën këtë gjë sepse në një vend normal ti s'mund bullizosh, se nuk do kesh një refuzim total nga shoqëria. Nëse rrudhet në numra dhe do të lind nevoja për koalicione në mënyrë që të qeverisë, kë shes sot nga partitë e reja më afër, përveç akuzave, deklaratave, se për shembull aludohet për Agron-Shehin, mund të jetë edhe artikulimi i cili është për shkak të fushatës, unë nuk di ta them këtë. Por a mundemi ne sot të lexojmë për numrat kush mund të jetë më afër Ramës? Si kanë pyetur këta të nisë mosturja ata mohojnë në mënyrë kategorike përveç se politika është kurrë mos thuaj kurrë. Po mund të jemi në një kolaps të tillë, në një skenar që realisht mund ta vërë në vështirësi? Ajo që mund bëjnë partitë e reja, domethënë e para kanë bërë për mua më luajtë gabim sepse duhet kishim bërë një pol të tretë dhe kështu do të kishim vendosur në një pozicion vështirë të dy partitë. Ajo që mund bëjnë është që të krijojnë në mundësinë, nëse do janë kingmaker, të krijojnë mundësinë që mos të jenë qeveri
ata që kanë kundërshtuar, pra, më thënë, nëse kanë kundërshtuar gjatë disa kohë, qoftë Ramën, qoftë Berishën, të krijojnë një mazhorancë, një qeveri me një kryeministër që mos jetë as Rama as Berisha. Por mirë pra, nëse e kanë numrin e votave, nëse shkojnë tek detyrimi, tek koalicionet, pra, çfarë do lozin? Do të shkojnë, sepse ka një pikpyetje të madhe, qytetarët kanë votuar. Do të çosh drejt zgjedhjeve, do të bësh një kompromis, cilat janë kushtet, ku nuk toleron ti, cila është pika e fundit ku ti nuk e, shiko, që janë shqetësuar, qoftë Rama, qoftë Berisha, lidhur me forcën që kanë sot partitë e reja, ne e shikojmë tek ligjërimi që kanë të dy ndaj tyre. Njëri i quan patericë njërit, njëri i quan patericë tjetrit. Por, unë mendoj që do kenë befasi. E para do jetë e panjohur vota e diasporës, që nuk është pak. Sepse po të kemi parasysh diferenca në vitin 2021 ka qenë një më shumë se 35.000 vota midis mazhorancës dhe opozitës. Zemërimi, refuzimi që kishim në 2023 në një numër shumë të madh qytetarëve për të mos marrë pjesë tek politika e konfliktit, tregon që ata janë pjesa që mund bëjnë ndryshimin. Dhe unë shikoj surprizë, do jetë në parlament Lapaj, domethënë me Shabanin, do jetë në parlament Agron Shehaj, do jetë në parlament Lulzim Basha me koalicionin e tij, domethënë shikoj madje edhe Arlind Qorin dhe Dasheni shikojnë në parlament, domethënë me këto dhe Ali Beja nesh. Po me atë grupim pra, domethënë Ali Beja dhe i kanë vënë re, për shembull kanë kandidat mirë. Për shembull kam parë Byfela, domethënë aty ku se Rama bën sondazhe, domethënë në Tiranë sulmoi 2-3 kandidatë të Bashës, për shembull që Hysen Xhurën ke 4 apo Pullum Seferin ke 8, sepse i dinin në sondazhe që këto të dy marrin shumë vota, domethënë dhe ose ku ka gjithmonë ku i dalin emra, ku i dalin njerëz cilët janë vërtet që i zgjedh elektorati, ai i sulmon individualisht në këtë pikë. Por do ishte e mirë për Shqipërinë për të ndaluar, domethënë për të ndaluar një megalomani, një arrogancë të kryeministrit aktual, i cili ka shpërfillur çdo lloj institucioni. Nuk kemi të bëjmë, domethënë, pra ëndra atje ai kur tha 100 vota kishte kthehej në një republikë presidenciale dhe po të shikoni ka thënë një fjali, do të shoqëroj kryeministrin e parë shqiptare, si do e shoqëroj? Vetëm nëse je president, vetëm nëse ke bërë rubrikë presidenciale dhe ti je presidenti dhe shoqëron. Pra, ajo gjua është tradhtare shumë e madhe. Lapsus lingua. Gjua është tradhtare e madhe, gjua nxjerrat të brendshme çka ka ndërruar ai. Se ne kemi lexuar është ai për pasardhës, po sikur po largohet Rama, po jo. Jo. E ka, domethënë ëndra ti është nuk largohet Rama se Rama ka thënë 2030, ka thënë republikë presidenciale. Pra, ajo ëndra ti ishte të merrte një mazhorancë që të bënte ndryshime kushtetuese, të shkonte të zgjidhej president nga populli dhe do të shoqëronte kryeministrin e parë. Pra, kjo është ëndra e tij, domethënë. Dhe unë mendoj që jo se nuk do ishte fatale të fitonte 4 herë Partia e Zgjedhjeve, nëse do ishte një parti që do jepte llogari dhe do kishte çuar Shqipërinë në një rrugë. Nuk është çështje numrash, po. Këtu, nëse më lejon ta them kështu nga ajo pika që pse domethënë jam kundër edhe pse është kjo megalomania, pse do na ndalim. Është si puna asaj që kur shkojnë në atë fshat i tha priftit pse s'ra këmbana, tha i ka 100 arsye. Më thonë një s'ka këmban. Le të tjerat nuk ndohen arsye të tjera. Dhe këtu nëse dalin që shqiptarët me sondazhe, mbi 50% duan të ikin nga ky vend, se duan të ndaren me diku tjetër, bie çdo lloj retorike që ne kemi zhvilluar Shqipërinë, ne kemi bërë, domethënë. Dhe ideja për pasaportën, Rama ka një ile të madhe e përputhur me dëshirën e shqiptarëve me ndin nga këtu. Në fakt, ti do më thuash mua që unë do bëj pasaportën shqiptare kaq fort sa të ngjajë si pasaportë BE-s. Pra, do të thotë që ti do të thotë që do i kthesh krenarin këtij vendi, domethënë, dhe dëshirën për të jetuar dhe për të punuar këtu dhe për ndërtuar të ardhmen këtu. Sepse nëse ajo që tha Kalemaj, që lindshmëria, domethënë zhdukja e qyteteve të vogla, sepse mungon politika për të bërë njerëzit të jetojnë në shtëpiat e veta, për të punuar aty, domethënë për ta nxjerrë të ardhmen aty, se nuk janë të lumtur gjithë ato që lejnë fshatin dhe vinë në Tiranë. Edhe qytetet e veta që vinë në Tiranë. Se torturohen këtu, domethënë në këtë lloj pike. Dhe i humbin kuptimin në këtij qyteti, i humbin kuptimin që luftojnë për mbijetesë në Tiranë. Po pra, domethënë nuk janë më i rrezikon dinjiteti i tyre dhe kjo mungesë politike, për këtë duhet ne ta kundërshtojmë Ramën. Ka humbur sensin e realitetit. Mendon që është spektakël jeta. Nuk është spektakël. Ata njerëz atje mund të ikin për ajo, jetojnë të punojnë tokën e vet, të punojnë të nxjerrin fitimet aty ku kanë jetuar, domethënë, sepse ndihen më dinjitos, të zhvillojnë vendin e tyre. E kupton që nesër pas nesër ti nuk do kesh më, domethënë, trashëgimi. Ndërkohë, Kalimaj,
Kush është pika më e fortë në gjithë këtë, mënyrë si ne po e analizojmë kryeministrin dhe qeverisjen e tij, pika më e fortë e opozitës sot? Po, pika më e fortë e opozitës janë... A thënë programi, se programi është shumë, po ajo që perceptohet edhe që realisht në gjithë. Pika më e fortë e opozitës është konsumi 3 mandate, janë shumë. Janë shumë, të kërkosh 4-tin, do të thënë Shqipëria nuk ka pas asnjëherë më shumë se një parti të qeverisi 2 mandate në mënyrë të përsëritur. Kjo bëhet bumerang, nëse ata presin vinë në pushtet. Jo, them, kjo është një nga elementet. Absolutisht jam dakord me ju, bile ju ka dështuar si fushat kur e ka përmendur çështjen e radhës. Elementi tjetër është fakti që ne mund të janë përpjekur dhe mediat e pushtetit ta ridikulizojnë, por fakti që ka 25 parti që janë në koalicion, të paktën me atë që është të themi boshti kryesor i opozitës i udhëhequr nga Partia Demokratike, është një koalicion politik. Shikoni në të mëngjër apo në të majtë të spektrit politik. Nuk kemi asnjë parti më të ngelur. Janë amalguar tani nëse quajmë Parti Socialdemokrate, do të thonë kjo është pastaj vëshkujën, do bëjë që Zef Malaj apo Musine Kokallari të çosh nga varja kështu që në këtë sens jep një dimension sido që tjetë demokratik opozitës, dimension totalisht i munguar në kaun e mazhorancës. Edhe kjo është një element i rëndësishëm. Elementi tjetër, duhet vënd, ajo që, jo programin përgjithësi, po ajo që vë theksin të disa nga këto elementet që ne sapo përmendëm, të cilët janë jetik për zhvillimin e territorit, janë jetik për demografin, janë jetik për ekonomin, janë jetik për të qëndruar dhe për të punuar në këtë vend në mënyrë të dinjitetshme. Unë përshkruaj prap disa statistika në vim të asaj që tha Baçi me drejt, në qoftë se gjithë Shqipëria e ka 300 makina për 1000 banor, Tirana e kishte 550. Te i kalonte mesataren europiane, pra i bie që gjithë pjesat tjetër të territorit kanë më pak se 200 makina për 1000 banor, dhe Tirana ka 3 fishin e tyre. Te tregon një përqendrim në Tiranë. Pa është ky një përqendrim i natyrshëm? Jo. Ky kryeminist intereson që të përqendrojë pushtetet në pak duar. Pra ashtu siç ka bërë me hartën gjyqësore, ashtu ka bërë me daret, ashtu ka bërë me institucionet e tjera, dhe ky në këtë mënyrë jo vetëm që përqendron pushtetin në pak duar, e përqendron në Tiranë, pra centralizim përkundër logjikës së decentralizimit që funksionon në gjithë pjesën e Bashkimit Evropian, por ky nuk ka lejuar edhe në qytetet bashkitë e tjera, 61 bashkitë. Jo vetëm që nuk është shkurtuar numri i administratës, ishte qëllimi kryesor i reformës territoriale administrative, por është shtuar, është shumë fishuar, dhe aty ke një be vendas, pra Belerin apo Beun vendor, i cili i jep llogari Pashajt në Tiranë, dhe normalisht ai aty shpërndan gjithë rrentën. Pra bashkit, gjithë ata që na ndjekin e kanë të qartë këtë fotografi, kontrollojnë shumicën e vendeve të punës, kontrollojnë shumicën e rentës, kontrollojnë shumicën e interesave. Në sa qytete ku ka braktisje të mëdha, bashkia është vetëm ndërmarrje. Absolutisht. Punësimi. Dhe zoti Rama, unë nuk them që siç thon rëndom, mund të jetë, mund mos të jetë, që ky e bën në mënyrë të ndërgjegjshme që njerëzit të ikin pra aeroporti i Rinjës të kthehet në një vend ku shqiptarët presin bilet një drejtimshme. Ky mund ta bëj këtë si një strategji për të larguar të pakënaqërit, e ka bërë Castro dikur, dhe normalisht shton atë peshën e votuesve brenda vendit, por dhe kjo do ishte pastaj me linje, por mund ta bëj edhe si rezultati paaftësisë që ka ky për qeverisur, apo dëshirës që ka ky për të kontrolluar pushtet, e cila prodhon pikërisht si bumerang largimin e shtresës mesme, prodhon si bumerang largimin e sipërmarrësve, dhe me politikat që ka bërë ky anti shtresës mesme me taksimin 23%, ndaj sipërmarrësve që mundua të vendoste taks mbi taks, etj, apo ndaj fermerëve, etj, ka bërë që një pjesë e mirë e njerëzve mos ta gjejnë më veten në këtë vend. Ju mungon siguria ekonomike, ju mungon siguria ambientale, ju mungon çdo lloj forme sigurie e imagjinueshme, dhe ndërkohë ky po mundohet, po rreket të sjellë nga jashtë. Këtu nuk i referohem vetëm kampit famkeq të Gjadrit, apo atyre të afganëve më parë, apo të iranianëve, por i referohem edhe 200, më fal. Gjadri, kalema më fal, është paradoks shumë i madh se ti je vend migrantë. Absolutisht. Nuk mund të kesh këtë flamurin. Jo, ka një diskutim tjetër. Nuk mund të kesh ti flamurin përveç se konceptit territorial. Po. Përveç se u bë padron. Po ti nuk mund të ngresh dorën kur vendin tënd, kur ke shumicë të madhe që i ke emigrant, ti ngri ka dorën i parë që emigrantët ç'bën. Po ka një paradoks tjetër, jo më larg se para disa ditësh, 400.000 Filipinas, ra dakord qeveria shqiptare, 200.000 sektorin e turizmit dhe 200.000 sektorin social. Do me thënë tani 400.000 Filipinas. Mund ngrej dorën të marrë një 400.000 palestinez për të zgjidhur situatën në Gaza.
Tani, Shqipëria, ndërkohë që nuk po mban dot shqiptarët që janë këtu, të kthehemi, do me thënë, të kërkojmë në gjithë vendet e botës tretë, do me thënë se kush ka mundësi. Sepse Filipinasi nuk i kërkon llogari Ramës. Po pikërisht, i kërkon llogari Ramës. Ky është paradoksi. 400.000 nuk i kërkon asnjë llogari. Ndërkohë që gjithë sondazhet për ata që ikin janë që nuk gjejmë një punë sigurt, me impakt të dinjitetshëm për qëndruar në Shqipëri. Pra ne nuk japim zgjidhje elektoratit që kemi këtu, njerëzve që janë këtu, publikut që është këtu, dhe në ana tjetër kthehemi në një bastion, të themi, të refugjatëve të gjithë botës, bashkohuni në një farë mënyrë. Më shkoj me reklama dhe do të rikthehen vetëm pas pak. Jam rikthyer dhe në këtë pjesë të dytë do doja të vëm theksin tek avantazhet dhe disavantazhet e partive të vogla, sipas apo të reja, që janë më mirë të reja, pavarësisht se të gjitha aty janë. Shiko, të reja, domethënë ata kanë vinë nga një histori në fakt që shqiptarët kanë pas një lloj hezitimi, sepse Gjergj Bojaxhiu dhe Ben Blushi që u botuan, domethënë nuk tërhoqen. Dhe kanë frikën që Reja mund të jenë një kalimshëm, pra për dy modele që i sill Kalema herë pas here në këtë studio. Është diçka që i ka paraprirë negativisht. Dyta, domethënë, ndërsa pjesa tjetër, unë them që ata hyjnë me një bonus, sepse kanë përshtypjen që diaspora ka një koncept për rotacion, domethënë në raportin e kësaj dhe do të shikoj, për shembull, me fjala botuesit më të mëdhenj janë në Itali dhe në Greqi. Në Itali dhe në Greqi, domethënë ka qenë 5 Stelle në Itali, domethënë dhe Syriza në Greqi. Pavarësisht se ata prapë ku erdhën në qeveri u turojnë, por ka nëntë esensin e lëvizjes, pra shembjes traditës në raport. Dhe i kam bërë re, në thash, do doja shumë që të kishin mundur egon e tyre dhe të ishin bërë bashkë, në thënë, për shkak se i bashkon disa gjëra, do të thotë, i bashkon një, janë mbështetës së pakut. Gjithë të forcat e reja politike janë mbështetës së pakut, apo jo? E kanë si postulat, po. Dy, kanë program qeverisës, do më thënë, për një qeveri më të vogël, për taksa më të vogla, do më thënë, për Beçarin Qorit, që mendon se do kthejmë komunizmin dhe do jetë, do thënë që kujton, ja kam thënë ballë për ballë, kujton djajt e Dostojevskit, ato idenë e kthimit në oligark prapë, do më thënë që ka dështuar si sistem në Shqipëri, megjithatë ai ka mbështetësit e tij dhe duhet të respektuar për këtë gjë. Për bashkëtat që ka, qoftë Basha, qoftë Shehi, Alibej, Lapaj, Shabani, Agron Shehaj, kanë përbashkëta, domethënë, dhe njeriu kur ulet se arti më i madh njerëzor është kompromisi. Në politik kjo duhet të jetë detyrim i madh. Pra, në momentin që hyn politik, ti do të kuptosh që kompromisi është arti i vetëm që ti duhet ta ushtrosh, domethënë, në mënyrë që mos shkelesh mbi vetëm, por ama mos thush kurr, domethënë që për gjërat, për hapat që do bësh me ala. Dhe unë mendoj që kishin shumë përbashkëta për të po të shikojmë me vëmendje, fatmirësisht u tërhoqën se edhe debati, për shembull Shehaj Lapaj, nuk është se kinsonin e të mirë, ndërkohë që mund të ishin bërë bashkë për të luftuar. Pra, duket sikur nxorën pa atë që sulmonte Rama dhe Berisha te partitë e vogla. Nuk është se ne duhet hezitojmë nëse ka të vërtetën në këtë mes. Por në kohën kur e thonë, domethënë të dy gabuan, sepse ishte gabim. Kjo ose është shumë më përpara për t'treguar arsyet pse ti nuk bën, ose në momentin që ke filluar fushatën, ti ke rënë dakord në këtë lloj pike dhe ti kërkon thua rotacion dhe thua nuk jam dakord me Edi Ramën, nuk jam dakord me politikën që bën Berisha dhe bie dakord me atë që është afër teje. E kanë papjekuri, e kanë qëndrim apo e kanë me indicie nga jashtë? Indicie nga jashtë është investimi i Ramës. Është mungesë përvoje. Pushteti, po të shikosh për shembull, se më thuj gjithë dashuri shkoi Rama në 2013 te Meta? Çfarë si kishin thënë njëri tjetrit? Se në 2009 në gjithë dashuri shkoi Berisha te Meta? Çfarë si kishin thënë njëri tjetrit? Se domethënë këta kompromise, pra ti lezo sepse në momentin që ti kthe kokën pas dhe përvoja është përvojë, ti tregon që do bësh kompromise duke gjetur mënyrën për maksimalizuar se të detyron kodi zgjedhor. Kodi zgjedhor mund të çojë disa vota, domethënë ndërkohë që ti bashkë mund të bësh deputet, mund të çojë dëm. Dhe do shkosh tek koncepti i strukturave në këtë lloj pike. Unë për shembull i kam parë Gonçe ka disa kandidatë shumë të mirë, domethënë përveç Ral Kaprit kam parë disa të tjerë që janë njerëz që kanë ide kur flasin, më bëjnë propozime konkrete për konceptin ekonomik, për taksat, për të tjerët. Ka Basha disa kandidatë që i ka marrë... Sheta, unë financoj partinë time, na tregoj dhe një herë që ky vet ka një parti të veten, partia në këtë koncept është që e financon po vetë. Se ne kemi akuzuar dule, ndokën, gjithë që me diun që këta kanë nga një parti dhe janë të vetë shpalur. Tani kjo e reja që na hynë si frym, është gati-gati në të njëjtën filozofi në mënyrë se si funksionojnë këto? Jo, sepse edhe Berlusconi nga vete sponsorizoi partinë e vetë.
ishe pasonik, i bëri këto gjëra. Kjo është gjë e mirë, fakt, ne dim që nuk i ka vjedhur këtë paratë. Në fund, Akronshea i ka lekë të veta. Edhe Berlusconi kështu me lekë të veta hyri, bëri atë ndryshim të madh në Itali, domethënë. Nuk e ka këtë karizmë Berlusconi, po ka një lloj raporti politik që mund t'i thotë gjërat edhe fatmirësisht i ka paratë veta. Dhe ai në fakt për këtë arsye mu. Sepse bindën në kundërshtim me këta të tjerë që nuk i kishin të veta lekët, i kishin bërë përmes politikës. Ai hyn politik i pasur. Në këtë lloj pike, unë mendoj që shumë mirë që e ka thënë këtë që unë e sponsorizoj partinë time, paktën ke dim burimin se ku i marrin këto kandidatë. Dhe ky ishte madje se bebi Sherit me lapaj në raportin, kush na sponsorizon, kush na mbështet. Unë mendoj që kjo është fillim, por nëse Shehaj nga paratë veta nuk shkon tek mbështetja e publikut, që tjetë publikut, siç është në gjithë botën që janë akuzacione që marrin partinë, që mbështesin, që bëjnë këtë gjë, do të thotë që nuk ka bërë asnjë hap. Në raportin tjetër them që për shembull vjen keq, Basha në këtë lloj zgjedhje ka zgjedhur kandidat më të mirë se në 2021-shin. Sepse siç duket për herë të parë, domethënë mendoj ishte i lirshëm për të vendosur këtë pikë dhe vjen keq që shikon këto figura që i ka patur aty dhe nuk e ka provuar ose në vjen e parë të betejës. Për shembull, është prapë vazhdoi ta kem pikpyetje si ka mundësi që domethënë Alibea që ishte gjithkohën me Bashën, u ndan në momentin e fundit. Ç'është kjo ego, domethënë, ndërkohë që i kanë gjërat bashkë me Dashein dhe di që kanë qenë negociata goxha, dhe Shabani me Lapa kanë qenë negociata, domethënë për shkak struktura. Pra, duhet të kishin mundur këtë ego për të kuptuar që përvoja në politik është përvojë të gërshetosh të rinjt me Shehin, me këta që kanë, domethënë, përvojë politike. Qoftë edhe Shehaj që ka qenë 2 herë, domethënë 2 mandate deputet, Alibein, Bashën, të tjerët, do të thotë që ti të shfrytëzosh të gjitha resurset pra në këtë lloj pike. Dhe madje edhe Qori që duket që është komplet më larg, domethënë për shkak të programit që ka, për shkak të asaj që, domethënë, në momentin që ti kërkon bësh një kompromis, mund ta bashkosh dhe atë, sepse PDPS nuk ka më ideologji në mes. Ti e ke vështirë ta kuptosh. Kanë treguar këtë po. Në këtë lloj raporti dhe si kanë funksionuar. Propozimet pavarësisht se ka program që thotë Kalemaj, propozimet e PD-s janë afër të majtës, thotë do bëj pensione, nuk thotë, domethënë ne kemi konceptin e shtetit, një shtet të fortë, sepse unë e kuptoj që në taksat më të vogla janë që ne të tre këtu me idenë mund t'i përdorim paratë shumë më mirë se që i përdor shteti, se shteti ja merr i lirit ja jep pagimit, ndërkohë që i liri vet kur i përdor më mirë. Pra, ky është koncepti i shtetit të vogël. Ata kanë propozime konkrete, por pa një grup konkret, propozimet vinë dhe shuhen. Dhe unë mendoj që këtu kanë gabuar, domethënë duhet kishin treguar më shumë art kompromisi, më pak ego që unë jam më i madhi, dhe të kishin parë drejt nevojës që ato që kanë nevojë shqiptarët për rotacion ose për detyruar që të kemi koalicione. Është shumë e rëndësishme që të kemi koalicione qeverisë, sepse arroganca e kryeministit, unë e them, edhe kur ka qenë PS-LSI, ka qenë shumë më pak arrogant Rama, domethënë, edhe pse akuzon vetë LSI-n sikur është më e korruptuar, unë po them që ka pas më shumë, domethënë, marrëveshje dhe më pak arrogancë. I vetëm ai ka treguar që është arrogant, kështu që është domosdoshme rotacioni dhe mungesa edhe prania e koalicioneve që detyrojnë një qeverisje me më shumë vendime të mira për qytetarët. Po, shkurtimisht, avantazhe dhe disavantazhe. Avantazh është fakti që pavarësisht historikut të kaluar të partive të reja, kësa radhe kemi disa risi. Risia është që janë disa formacione politike jo një i vetëm, janë disa aktor politik me eksperiencë, pra Dashej, Lulzim Basha, Alibej, Akronshea, dhe natyrisht një pjesë atyre quhen politikanë të rinj, Adriati Klapaj, Edi Shabani, Panosoko, Alin Qori e tjerë, të cilët normalisht japin një lloj vitaliteti skenës politike në Shqipëri, përmisojnë ofertën politike, natyrisht, ndjeshëm, qoftë përsa i përket programit, qoftë përsa i përket individve, apo jo, dhe mund të shënë deri diku në një lloj qarkullimit e elitave sa do i cunguar qoftë ky. Së treti, kanë deri diku pika, bie shumë dakord me Baxhin, të përbashkëta që mund të çonin në një sinergji. Për shembull, janë të gjithë për listat e hapura. Dhe pothuajse të gjithë po i eksperimentojnë listat e hapura për kundër mbylljes efektive qeveri ndryshimet në kodin zgjedhor të PSPD, duke gjetur artifica të cilat anashkalojnë këtë gjë dhe që e mundsojnë apo jetizojnë këtë proces. Janë të gjithë për ndryshime kushtetuese të cilat mundsojnë, me sa kam dëgjuar, proporcional kombëtar me listat e hapura që do ishte një nga sistemet më të mira që mund të prodhonte Shqipëria, dhe për sa i përket përfaqësimit të inteligjencës, sepse kemi arritur që nga 1/4, 3/4 janë të ashtu quajtur biznesmen në sallën e kuvendit,
paka shumë e shqipëruar të fortë, do me thënë cilët kanë shumë pak llogaridhënie dhe nuk njojnë mekanizma tjerë demokratik. Pra, kanë element të cilët vërtet të bëjnë optimist, natyrisht vote diasporës, vote pandikuar, vote lirë, janë rreth 24-25 deputet që mendojnë të zgjedhë kjo votë, dhe natyrisht diferenca kryesore është në Tiranë, ku është e përqendruar pjesa kryesore e votës diasporës, që janë 37 kandidatura dhe që disa nga këto forca kryesore politike i kanë përqendruar pikërisht në këto bashki, kryesisht Tiranë, po dhe në tjera, asetet e tyre më të rëndësishëm elektoral. Pra, për shumë, nëse marrim Shqipëria bëhet të tre personazhe kryesor të kësaj partie, pra Adriatik Klapa, Endri Shabani, Pano Soko, janë po në Tiranë. Të njëjtën strategji kanë ndjekur Basha për shembull me tjetët, apo kanë ndjekur Aleanca Sheaj Alibeaj, apo partitë të tjera Gron Sheaj vet. Kështu që në këtë sens, këto janë elementet pozitiv që tregojnë që mund të arrinte grupi parlamentar, pavarësisht pasaj se sa do arrinte ta krijojnë këtë gjë, për shkak të mungesës sinergjisë mes vetit. Tani vim te disavantazhet. Disavantazhi kryesor është ai që me drejt gimje burim pa, që është pavarësisht se kishin shumë parakushte për të qenë paktën Isha Linçori, këta të tjerët së bashku në informacion politik, me një listë përbashkë kandidatësh, egua personale e tyre, atyre që janë liderët e secilit formacion politik, parandaloj që këta të krijoni një sinergji. Për shembull te dyshi Alibeaj Basha, ku nuk duket se kishte ndonjë diferencë ideore apo diferencë programatike apo të ndonjë lloj tjetër, përkundra se kishin qenë bashkëpunëtor të ngushtë deri në momentin që u ndan. Dhe me radhë pastaj me pjesën tjetër. Së treti, nuk kanë ditur të shfrytëzojnë. Për shembull, kjo e Shqipërisë bëhet me Dashnor Sulën ishte një lëvizje që nuk bënte asnjë sens, sepse ti ose nuk pranon asnjë nga politike vjetre, e thuaj si credo elektorale, dhe qëndron dhe në fund, pra flasim për deputet, po më falë. Dash Sulja është pros pakut, mund të ishte kjo elementi që... Pikërisht pra, unë jam që ata të bëheshin, do me thënë, po e them, që ose do ishte kjo strategji, ose do ishte kjo tjetra, që ti e pranon, a ishte pros pakut, ti kishe në anë tjetër Dashamit, më falë, Dashej, nga anë tjetër që është i deputet efektiv, dhe kjo dhe ti mundtoje që kushdo deputet aktual, i cili nuk ka qenë pjesë ekzekutive, ose ka një qëndrim në raport caktuar me Spakun, apo me listat e hapura, apo me shumë çka, është i ftuar të vite ne. Por në momentin që ti e fton, e vë dhe në listë, pastaj i kërkon disa garanci që janë natyrore aty, dhe ti nuk e jep këto garanci, dhe pastaj e heq, dhe pastaj ndron narrativën, natyrisht që kjo mund të ketë në një lloj bumerangu. Pra ka këto luhatjet e temperaturës, të cilat nuk e treta që është më e rëndësishme, mendoj unë. Është fakti që këto shumicë e partive të reja nuk kanë kapacitete administrative organizative, të cilat janë shumë të rëndësishme, qoftë elektoral në territor, qoftë përsa i përket bashkohuni me Bashën se ka strukturat në terren. Se katërti, më falë, se katërti. Po dhe ajo, po mund të ishte edhe kjo tjetra. Berisha, për shembull, Zoti Berisha doli dhe tha që unë i kam bërë ofertë personalizuar secilës prej partive të reja. Se personalizuar. Agron Sheaj tha ma ka bërë gjysmëore para se mbyllej. Para se e tha ke opinioni. Tha gjysmëore, 3 minuta kjo shtalje. Ky është varianti Agron Sheajit. Varianti Berishës është që i kishte ofruar edhe kandidimin për Bashkinë e Tiranës, i kishte ofruar dhe ajo që mu mendoj që është akoma më e rëndësishme, dhe drejtues politik, dhe drejtues politik, mira, ajo është çështje banale, pastaj karakterit që me plas me nokës. Drejtues politik Tiranës. Nga drejtues. Pra, nëse jo, drejtues politik Tiranës. Kjo ishte ajo që ka thënë vetë zoti Berisha. Pra, në vend Belin Këllishit i bjes, ai është drejtues politik i Tiranës. Drejtues politik pretendojnë 4 aty ke PD. Belin Këlliçi është drejtuesi politik i cili nuk u fute 12 drejtuesi politik plus Josefina Topalli nuk u futën primare, domethënë. Kjo, pra nëse të është ofruar kjo gjë dhe ti në delirancën tënde kërkon, nuk e di se çfarë kërkon më shumë, atëre dhe kjo është, por ti mund të krijoje partinë tënde, formacionin tënd politik, prapë mund të hysh në koalicion, sepse diktatet e këtij kodi janë të tilla që nuk ta imponojnë këtë gjë. Unë kam qenë gjithmonë në favor të koalicionit, madje kemi diskutuar edhe këtu. Shumë njerëz thonë për shembull ç'i duhet Partia e Lirisë PD, çfarë duhet PD-ja, çfarë duhet kjo, çfarë duhet ajo, sepse kujtojnë se këto mandate ja fal Partia Demokratike. Në fakt jo. Marrin Partinë e Lirisë, ka marrë 88.000 deri në 250.000 vota. Aktualisht me 40.000, 50.000, 60.000 po donin 4 deputetët që ajo i ka. Ilir Meta që kandidon lista apo lufton për votën e tij. E njëjta gjë me Shprim Idrizin, e njëjta gjë në Daçi për Agron Dukën dhe Partinë Agrare Vitaliste, për Fatmim Ediun e për të gjithë partitë e tjera. Pra duhet të mësojnë ajo që thotë Baçi pak më parë, që politika është arti i kompromisit. Kompromis ti nuk bën me atë që mendon si ty.
fiks si ty nga drejtimi operacional dhe të drejtimi programatik. Kompromisi bëm në atë që nuk mendon si ty. Kjo është aftësia që ti të gjesh ato dhe për hitës vërtetë, për shkak të pjekurisë politike, qoftë Berisha, qoftë Rama, qoftë Nano para tyre apo Meta apo tjerë, i kanë dhënë provat që mund të arrijnë te kompromisi politik, mund të ndërtojnë ekipe funksionale, qoftë për sa i përket pjesës elektorale që ata kanë territor, qoftë për sa i përket nesër për të qeverisur. A jep sot shpresë ndonjëna partitë e reja që është në gjendje të qeverisë nesër nëse do ketë të mundsinë? Me thënë, përsa i përket kapaciteteve që ta kanë organizative, administrative, teknokratike, kështu me radhë, me thënë. E di pse duhet përvoja, edhe për këtë gjë, shumë. Cinque Stelle dhe Syriza, edhe Padani në Spanjë, tregun që kur vinë pushtet, detyrohen të kthehen prapë në skemën e kësaj institucionale dhe i mungon kjo përvoja dhe rikthehen prapë. Me që përmendë se më ngacmoj. 2 minuta kemi. Shumë shkurt, do me thënë, ka një diferencë. Për shembull, Cinque Stelle, po shikohet gjithë historiku i saj, që nga Beppe Grillo deri në sotme. Kush trumfoi aty dhe kush mbajti? Antonio Conte, që ishte profesor i teknokrati, ai që u bashkangjiti i fundit partisë dhe në një farë mënyre. Jo kishin sigurisht që ju falen atij, pra, e kupton që ju falen apo s'ju falen ha debat se nxori Luigi Di Majon, edhe ti Beppe Grillo ishte i pari që është. E njëjta gjë me Sirizën. Siriza nuk është një shkëndi në skenën politike greke. Përkundrazi, Siriza sot e kësaj dite është një nga 2 formacione kryesore politike. Natyrisht nuk triumfoi idealizmi Varoufakis, po triumfoi pragmatizmi Tsiprasit. Po mos harroj që Siriza ka qenë një koalicion i cili ka ekzistuar që mbi 80 që bashkonte bashkë maoiste, bashkonte. Nuk kemi Melonin sot, ishte 4%. Berlusconi e lejoi, pra, domethënë Fratelli d'Italia që ishte më pak se Salvini, më pak se Berlusconi dhe sot është 28%. Një politikan e zakonisht aftë. Një nga këto partitë tona të vogla të shkojnë në këto nivele të partive që përmendën. Pra arti kompromisit, pra kur bën këto koalicion, shihet çfarë bën koalicion, domethënë, pra e dimin fuqinë kështu në njëra tjetrës dhe e kupton leadershipin del pas zgjedhjeve. Dhe i dha një fytyrë e njëjta gjë me Marine Le Penin, që trashëgoi partinë që kishte gjithmonë Fringe Party nga Iati dhe e ktheu një forcë kryesore dominuese në politikën franceze. Ka marrë një djalë 28 vjeç që drejton partinë, autoroj vet. Pra kanë, domethënë, njerëzit duhet të kuptojnë që në politikë gjërat lëvizin kaq shpejt dhe ose patë artin e kompromisit, rrezikon të rrezohesh nga momenti në moment. Mi unë po ju falenderoj për prezencën në studio, faleminderit Paçi, do të jemi besoj sërish të muajit të zgjedhjeve me gjithë angazhimet e tua se kalemën e kemi këtu. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, ne si zakonisht në 10 jemi së bashku.